Të nderuar zonja dhe zotërinj, mirëmbrëma, do të jemi së bashku në edicionin qendror informativ këtu në ekranin e kanalit 7. Ndër të tjera do të ndiqni. Prokuroria e posaçme godet një tjetër grup të fuqishëm të trafikut të drogës, lëshohen 10 masa sigurie, sekuestrohen pasuri me vlerë 150 milion euro. Rama publikon reagimin e komisionerës së zgjerimit për Zvërnecin, Marta Kos, thotë se ka marrë garancin nga qeveria se investimi nuk do të dëmtojë mjedisin. Hetohen lëvizjet e fundit të 45 vjeçarit Valter Leshi përpara atentatit, ende asnjë gjurmë nga vrasësit, pista kryesore mbetet hakmarrja për krimin e vitit 2020. Mimoza Ahmeti u shpall fituesja e Ferma VIP, finalja e madhe dhuroi spektakël në Vision Plus duke marrë vlerësimet e përfaqësuesve ndërkombëtar të formatit. Vjen të njihemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Një tjetër organizatë e fuqishme e trafikut të lëndëve narkotike është goditur nga prokuroria e posaçme. Grupi udhëhequr nga Eldi Dizdari dhe Dritan Gjika akuzohet për shitjen e të paktën 50 tonëve kokainë në Europë. SPAK lëshoi 10 urdhër arreste, ndërsa sekuestroi prona me vlerë 150 milion euro. Prona me vlerë 150 milion euro sekuestroi prokuroria e posaçme në një tjetër operacion kundër narkotrafikut. Paratë që për origjinë kishin shitjen e kokainës janë injektuar në ekonominë shqiptare, kryesisht në kompani ndërtimi. Këto para më pas përfundonin në blerjen e pasurive të paluajtshme, investime në ndërtim dhe hoteliri. SPAK thotë se është kërkuar masa e arrestit në burg për 10 persona, por vetëm Florian Musaj u gjet dhe përfundoi pas hekurave. 2 po kërkohen brenda vendit, ndërsa ka konfirmuar se 7 të tjerë janë jashtë shtetit. Për të provuar akuzat për krim të organizuar në trafikun e drogës dhe për pastrimin e parave, u kontrolluan 23 ambiente, shoqëri tregtare, shtëpi dhe persona. Mes fletaresteve të lëshuara evidentohet edhe Eldi Dizdari, i njohur me emrin Denis Matoshi, dhe Dritan Gjika, ndër narkotrafikantët më të mëdhenj të drograve të forta. Kanë qenë të paktën 50 ton kokainë të trafikuara në 5 episode nga 2019 në 2021, që janë dokumentuar në aktivitetin e palishëm. Këto ngarkesa të nisura nga Amerika Latine, konkretisht Brazili, Kolumbia dhe Ekuadori, kishin destinacion final Holandën e Belgjikën. Sipas SPAK, një prej anëtarëve të grupit, Isa Aliu, ishte personi që kishte rol aktiv në krimin e një kompanie ndërtimi që për të humbur gjurmët, fillimisht u shfaq si nën kontraktore në ndërtimin e banesave. Gjykata e posaçme ka vendosur në këto kushte që të bllokohen në total 491 pasuri. 266 pronat paluajtshme janë në Tiranë, Durrës, Elbasan, Shkodër, Lezhë, Kavajë e Sarandë. Po ashtu, është ngrirë aktiviteti në 209 llogari bankare, automjete dhe mjete lundruese. Komisionerja e zgjerimit Marta Kos reagoi për projektin e Zvërnecit që ka shkaktuar protesta masive. Zyrtarja e Brukselit sa se ka marrë garanci nga qeveria shqiptare që investimi nuk do të cënojë mjedisin. Ajo kujtoi gjithashtu se kapitulli i mjedisit mbetet më sfiduesi sa i takon rrugës drejt anëtarësimit në Union. Komisioni Evropian ka marrë garanci nga qeveria shqiptare se projekti i Zvërnecit nuk do të cënojë mjedisin, por gjithçka do të kryhet në përputhje me legjislacionin e Unionit. Kryeministri Edi Rama postoi në Facebook reagimin e komisioneres për zgjerimin e BE-s Marta Kos, e cila u shpreh se është në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet shqiptare. Kemi marrë garanci nga qeveria e Shqipërisë se do të kryhet një vlerësim i plotë i ndikimit në mjedis dhe se do të respektohen standardet europiane mjedisore. Kos rikujtoi se vendi ynë ka ende punë për të bërë sa i përket kapitullit 27, që lidhet me mjedisin. Ky kapitull është i hapur dhe para se të mbyllet, situata do të duhet të sqarohet plotësisht. Roli ynë do të jetë të verifikojmë nëse standardet janë përmbushur. Lidhur me protestat, komisionerja për zgjerimin u shpreh se është një e drejtë europiane, nga e cila nuk sheh asgjë të gabuar. Kjo ofron garancinë më të fortë që natyra dhe mjedisi i Shqipërisë do të mbrohen në përputhje me standardet europiane. Sa i përket protestave, dua të shtoj se e dini sa e rëndësishme është për ne drejta për të protestuar. Ajo është një nga të drejtat themelore në Bashkimin Evropian dhe për të gjitha vendet aspirante. Jam e lumtur të shoh që kjo e drejtë respektohet në Shqipëri.
Prej më shumë se 2 javësh në kryeqytet po mbahen protesta, të cilat nisën për kundërshtimin e projektit të Zvërnecit, por qytetarët kërkojnë tashmë edhe largimin e kryeministrit Edi Rama. Investimi në Zvërnet, sipas kryeministrit Rama, do të bëhet duke respektuar të gjitha standardet mjedisore të Bashkimit Evropian. Në një intervistë për mediat italiane, Rama komentoi dhe protestat, duke thënë se nuk do të japë dorëheqjen. Kryeministri Edi Rama ka sqaruar sërish se si qëndron e vërteta mbi çështjen e Zvërnecit. Në një intervistë për Vanity Fair Italia, kreu i qeverisë shprehet se ligji i ndryshuar për zonat e mbrojtura nuk erdhi për investimit të kushtër, por si pjesë e procesit të anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Ne kemi përshtatur legjislacionin tonë me standardet europiane që parashikojnë nivele të ndryshme mbrojtje. Ka zona të paprekshme si delta e lumit Vjoz dhe zona ku mund të ndërtohet, gjithmonë duke respektuar standardet e BE-s. Sqaroi gjithashtu se si qëndron historia e çështjes së pronësisë, së bregdetit të Zvërnecit. Tani transaksioni është pezu derisa të sqarohet pronësia e lishme e tokave që në Shqipëri mbetet një çështje delikate që nga rënja regjimit dhe rishpërndarja titujve të pronësisë. Sapo të sqarohet pronësia, shuma do t'i paguhet atij që i takon. Ndërkohë, sa i përket ishullit të Sazanit, edhe një herë bëri të ditur se qeveria nuk ka ndërmend ta shes. Është ishulli i Sazanit i cili i përket shtetit dhe nuk ka asnjë synim për ta shitur, po negociojmë një partneritet. Më pas do të nisin analizat mjedisore për t'u siguruar që natyra do të mbrohet. I pyetur sa i përket kërkesës së protestuesve për dorëheqje, kryeministri Edi Rama shpjegon se do të largohet nga detyra, vetëm kur Shqipëria të bëhet pjesë e Unionit. Për sa kohë do të ndjej zjarrin e pasionit do të qëndroj. Nëse Shqipëria do të pranoj vërtet në BE, mbledhja e parë si shtet antar do të ishte rasti më i bukur për të dhënë dorëheqjen. Prej më shumë se 2 javësh, qytetarët dhe aktivistë janë mbledhur në protesta, ku kërkojnë anulimin e projektit në Zvërnec dhe largimin e kryeministrit Edi Rama. Qytetarë të shumë të shoqëruar nga familjarët dhe fëmijë të mitur janë mbledhur në sheshin Skënderbej, ku më pas kanë marshuar drejt kryeministrisë për të zhvilluar protestën e 17 kundër ndërtimit në Zvërnec dhe kundër qeverisë. Organizatorët bën me dije se duke filluar nga e mërkura, grumbullimi do të nisë në orën 19 dhe jo më në orën 18 për shkak të temperaturave të larta. Me pankarta në duar dhe me thirrje kundër klasës aktuale politike, qytetarët kërkojnë largimin e qeverisë së kryeministrit Edi Rama. Pritet që pas përfundimit të fjalimeve përpara godinës së kryeministrisë, protestuesit të nisin marshimin në akset kryesore të Tiranës. Bëhet me dije se itinerari i marshimit nuk do të dalë jashtë qendrës së kryeqytetit, por do të zhvillohet brenda unazës së vogël. Sali Berisha i quajti i gënjeshtra deklaratat e kryeministrit Rama për shpenzimet gjatë udhëtimeve jashtë vendit. Kreu Demokrat kërkoi që Rama të lejojë hetim parlamentar në mënyrë që shqiptarët të mësojnë të vërtetën e kostove në buxhetin e shtetit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi kryeministrin Rama se ka udhëtuar me paratë e buxhetit shtetit për vizita private duke përdorur edhe avion charter. Një konferencë me gazetarët, Berisha vuri në dukje se prej vitesh opozita kërkon komision hetimor për udhëtimet e kryeministrit e kjo kërkesë është rrëzuar nga socialistët pasi sipas tij Edi Rama kërkon të fshehë koston e udhëtimeve të tij. Unë i them se të je një mashtrues jo 2 metra i gjatë, po 2 kilometra i gjatë. Dhe në qoftë se ta mban, hajde lejo të krijojmë komisionit të analizojmë 140 udhëtime me Ismailin në dispozicion, sa kanë qenë zyrtare dhe sa kanë qenë private. E ndërsa akuzoi kryeministri Edi Rama për korrupsion, Berisha mbështeti edhe një herë kërkesat e protestuesve për largimin e tij. Lideri i opozitës vuri në dukje se kushtetuta garanton mekanizmat për shkarkimin e Edi Ramës në parlament, duke theksuar se të gjitha votat e PD-s do të jenë pro shkarkimit të tij. Një zgjidhje tjetër paqësore është largimi i të gjithë deputetëve socialistë që nuk janë të implikuar në krime dhe kjo i hap rrugën shkarkimit me mocion mosbesimi Edi Ramës. Në komunikimin me gazetarët, Berisha komentoi edhe hetimin më të fundit të SPAK-ut për trafikun e lëndëve narkotike dhe pastrimin e parave në sektorin e ndërtimit, duke akuzuar prokurorin Dumani se po fsheh emrin e përfaqësuesve të qeverisë të përfshirë në këtë çështje. Kam vlerësuar dhe vlerësoj hetimin e kësaj dosje, nxjerrjen e listës së biznismenëve të implikuar në këtë dosje dhe trafikantëve, por nuk pranoj kur dhe nuk pajtohem kur
fshehjen e qeveritarëve apo qeveritarit të pranishëm në takim. Berisha deklaroi se anëtarët demokrat në Komisionin e Ligjeve do të kërkojnë seancë me spakun vetëm për këtë çështje. Deputetja Mariana Koçeku ka reaguar sërish pas vendimit për të shkëputur nga Partia Socialiste e për të qëndruar në parlament si kandidate e pavarur. Në një postim në rrjetet sociale, Koçeku thot se ajo nuk ja ka marrë askujt mandatin, madje sfidon socialistët duke u kërkuar të shpërndajnë parlamentin e të shkojnë sërish në zgjedhje për të parë se kush fiton. Deputetja e qarku të Shkodrës, Mariana Koçeku, njoftoi largimin nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste pas protestave për çështjen e Zvërnecit. Ajo postoi më pas edhe logon e flamingos, duke shpallur se tashmë është në krahun e protestuesve. Mimoza Ahmeti u kurorëzua fituesja e edicionit të 3 të Ferma VIP. Ajo u ngjit në podium final me Ilirin dhe votat e publikut i dhanë çmimin e madh poetës së njohur. Prodhimi Vita Productions solli në Vision Plus një spektakël magjik që mbajti të mbërthyer publikun pas ekranit deri në orët e mëngjesit. Ferma VIP 3 e fiton nga dita e njohur Moza! Poetja e njohur Mimoza Ahmeti rëmbeu fitoren e edicionit të 3 të Ferma VIP. E pranishme në Ferm që nga dita e parë, Moza ndërtoi një rrugëtim krejtësisht unik, duke u kthyer në një nga personazhet më të komentuara dhe më të dashura të këtij sezoni. Me personalitetin e saj të veçantë, reflektimet filozofike dhe emocionet e forta që ndau me publikun, ajo arriti të fitojë zemrat e shqiptarëve, të cilët e kurorëzuan fituesen e këtij edicioni. Kjo është një fitore mrekullueshme, e para se është fitore ferme dhe në këtë aspekt nuk e kisha parë veten, por ndoshta mbi gjitha është që unë jam mësuar të marr fitore jashtë shtetit, po kjo është fitore e shqiptarëve në Shqipëri, edhe me gjithë shqiptarët që janë në botë. Përballja e fundit ishte ajo me Ilir Shaqiri në një televotim vendimtar që u meritua pas të gjitha sfidave dhe sakrificave të kaluara gjatë këtyre muajve të qëndrimit në Ferm. Publiku ka vendosur konkurrenti që largohet nga gara dhe humbet të drejtën për të fituar çmimin e madh është Bujaka. I pari që la garën ishte DJ Bujaka, i renditur në vendin e 5. Gara vijoi me 4 finalistëve të mbetur, të cilët u përballën me sfidën e fundit të këtij edicioni. Ndërkohë publiku vendosi që Soni Malaj ta mbyll garën në vendin e 4, ndërsa Elvis Pupa në vendin e 3, duke lënë përballë njëri tjetrit 2 nga figurat më të forta të këtij sezoni. Soni largohet. Ishte kënaqësi shumë e madhe. Por rrugëtimi drejt fitores kaloi përmes një finaleje spektakolare, ku emocionet nisën që në minutat e para. 5 finalistët, Mimoza Ahmeti, Ilir Shaqiri, Elvis Pupa, Soni Malaj dhe DJ Bujaka, përjetuan surprizat të veçanta duke u rikthyer pas në kohë përmes rrëfimeve dhe kujtimeve të rrugëtimit të tyre në Ferm. Në drejtimin e Arbana Osmanit dhe prodhimin e Vita Production, nata e madhe solli gjithçka që publiku kishte pritur. Emocione, surpriza, spektakël e mbi të gjitha kurorëzimin e fitueses së këtij edicioni. Pas më shumë se 3 muajsh emocionesh, sfidash, surprizash dhe historisë që mbajtën të mbërthyer publikun shqiptar, Ferma VIP 3 mbylli si pari në një prej edicioneve më të suksesshme të saj. Një udhëtim që solli jo vetëm garë për çmimin e madh, por edhe miqësi, përballje, rrëfime njerëzore dhe momente që do të mbeten gjatë në kujtesën e teleshikuesve, duke lënë pas një sezon që shkroi historinë e vet në ekranin e Vision Plus. Realizimi i Ferma VIP në Shqipëri është vlerësuar dhe nga përfaqësuesit ndërkombëtar të patentës. Drejtoria për Europën Qendrore dhe Lindore, Andrea Gavachova, që ndoqi finalen e spektaklit, është shprehur se formati ka tejkaluar pritshmëritë. Ajo ka veçuar ndikimin që Ferma VIP ka patur në rrjetet sociale.
Finalja e madhe e Ferma VIP 3 nuk tërhoqi vetëm vëmendjen e publikut shqiptar, por edhe të përfaqësuesve ndërkombëtar të formatit, të cilët vlerësuan suksesin e këtij produksioni në Shqipëri. E pranishme në natën finale ishte edhe Andrea Gavachova, drejtore e Fremantle Media për Europën Qendrore dhe Lindore, e cila shprehu vlerësimin e saj për mënyrën se si është realizuar formati në vendin tonë. Sipas saj, Ferma VIP jo vetëm që i përmbush standardet ndërkombëtare të formatit, por në shumë aspekte arrin edhe t'i tekaloj ato në kuptimin e investimit, në listën e konkurrentëve, mbulimin 24 orë të jetës në ferm, Prime me vlera të larta prodhimi televiziv në studio me teknologji të fundit dhe efekte speciale avantgard. Jam shumë e lumtur që ndodhem këtu për finalen e Fermës. Mendoj që ky format jo vetëm që i përmbush të gjitha standardet, por i tejkalon ato në mënyrën më pozitive të mundshme. Gavachova theksoi se Ferma VIP renditet ndër formatet më të suksesshme së bashku me Got Talent në tregjet ndërkombëtare, duke i konsideruar ato ndër produktet më të forta televizive. Sa më takon mua, mund të them se duke qenë se e merre me shitjen e formatit, në të gjithë tregjet që mbuloj, ky është vërtet një nga formatet më të njohura, së bashku me Got Talent dhe disa të tjerë. Prandaj, për mua ky është standardi i artë. Andrea vlerësoi gjithashtu ndikimin e madh që Ferma VIP ka krijuar në platformat digjitale dhe rrjetet sociale. Sigurisht, matit e audiencës, shtrirjet e ndikimit në rrjetet sociale janë tregues shumë i rëndësishëm. Duhet të them se edhe pse raporti i audiencës në Shqipëri mund të mos jetë gjithmonë në formatin që jemi mësuar të shohim në tregjet e tjera, ne shohim tregues të tjerë shumë të fortë. Shohim fuqinë e markës që Ferma VIP ka krijuar në platformat sociale, veçanërisht në YouTube, si dhe ndikimin që ajo ka tek publiku dhe tek ne si mbajtës të formatit. Vlerësimet e ardhura nga drejtuesit ndërkombëtar të formatit konfirmojnë edhe një herë suksesin që Ferma VIP ka arritur në Shqipëri, duke e kthyer atë në një nga produksionet më të ndjekura dhe më të komentuara në hapësirën shqiptare. Hetuesit janë përqendruar tek lëvizjet e 45 vjeçarit Valter Leshi para atentatit ku ai mbeti i vrarë. Megjithëse ende nuk ka të dhëna që të çojnë tek emrat e autorëve, dyshohet se krimi ka si motiv hakmarrjen për vrasjen e ndodhur në vitin 2020. Detajet e reja janë zbardhur lidhur me ekzekutimin e 45 vjeçarit Valter Leshi mëngjesin e së hënës në zonën e Repsit në Mirdit. Veprimet hetimore dhe dëshmitë e mbledhura deri më tani kanë ndihmuar grupin hetimor të rindërtojë lëvizjet e viktimës në orët para atentatit. Sipas burimeve hetimore, Valter Leshi kishte dalë nga banesa e tij në Rrshen rreth orës 6 dhe së bashku me një koleg pune ishte nisur drejt kompanisë së bazaltit në Reps ku ishte i punësuar. Rreth 2 kilometra para vendit ku ndodhi krimi, kolegu i tij ka zbritur pranë një lokali, ndërsa 45 vjeçari ka vijuar rrugën i vetëm me automjetin e tij. Ndërkohë hetuesit kanë marrë në pyetje familjar dhe punonjës të kompanisë ku punonte viktima, me qëllim hedhjen dritë mbi rrethanat e ngjarjes dhe identifikimin e autorëve. Deri më tani mendohet se krimi ka ndodhur për hakmarrje, pasi Leshi ka qenë i skeduar për vrasjen e Anton Kelit në vitin 2020, po në Rrshen. Anton Keli rezulton se është i afërm i Armando Gjinit, edhe ky i ekzekutuar disa vite më parë në një sak të përgjakshme me një tjetër fis në Rrshen. Në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar është zhvilluar seanca në themel për çështjen ndaj kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj. Ai nuk ka qenë i pranishëm në sallë, ndërsa sipas avokatëve ka refuzuar pjesëmarrje në seancë, duke kundërshtuar mbajtjen në kafazin prej xhami. Kryetari i Bashkisë së Tiranës ka kërkuar që procesi të transmetohet live me argumentin e transparencës, por gjykata nuk ka pranuar kërkesën për transmetim të drejtpërdrejtë të seancës, ndërsa ka vijuar pa praninë e Veliajt. Një ngjarje e rëndë ndodhi këtë të hënë në gjirin e Ksamilit, ku 22 vjeçari Albiano Kreçi ndëroi jetë tragjikisht. Mjeti lundrues që ai po drejtonte u përplas me skafin e policisë kufitare të Sarandës, i cili ishte i stacionuar rreth 400 metra larg bregut në monitorim të hapësirës detare. Këto janë pamjet ku shihet se mjeti lundrues i 22 vjeçarit u përplas me skafin. Shpejtësia ishte shumë e lartë e përpasoi riu nuk ka arritur të devijojë skafin e policisë kufitare. Ai është dërguar në spital, por për shkak të dëmtimeve të rënda nuk ka mundur të mbijetojë.
Matematika ka qenë provimi I radhës për maturantët që konsiderohet edhe më I vështiri. Testimi është zhvilluar në 144 qendra në të gjithë vendin, ndërkohë që provimet do të mbyllen në 23 qershor me lëndën me zgjedhja. U zhvillua këtë të martë testimi I tretë I maturës shtetërore, ai I matematikës. Pas përfundimit të provimit, shumë prej nxënësve u shprehën se testi ishte I një niveli mesatar dhe I ngjashëm me testet model që kishin zhvilluar gjatë përgatitjeve. Pata disa vështirësi, domethënë, sepse matematika nuk është lënda aq e thjeshtë, në krahasim me letërsinë dhe anglishtën, pak në flas për veten time. Testi nuk ishte shumë I vështirë, domethënë ishte aty nivelit mesatar. Testi ishte pak I vështirë, por jo aq I vështirë sa mendova, për faktin se edhe kisha mësuar. Unë mendoj se më mirë do dalte testi I gjuhë letërsisë. Edhe më keq mendoj të ky I matematikës. Ishin pak a shumë në një nivel e themi, po këtu ke dhe emocionet përfshira. Provimin ishte nivel mesatar, domethënë për një nxënës që mëson, besoj që mund ta bënte. Por disa prej tyre nuk ndajnë të njëjtin mendim. Një pjesë e maturantëve thanë se testi përmbante ushtrime më të vështira se sa prisnin. Provimi ishte shumë I vështirë. Shumë goxha I vështirë. Me sa pash unë ishim pak më të shtjelluara, më të vështira. Shumë I vështirë, më shumë se testi provë që kemi bërë. Më I vështirë I matematikës. Pastaj vinte I gjuhë letërsisë, edhe pastaj është I anglishtes që ishte më I lehtë. Maturantët pohuan gjithashtu se monitorimi gjatë zhvillimit të provimit ishte I rrept dhe se rregullat u zbatuan me korrektësi. Ministri e Arsimit Mirela Kumbaro bëri të ditur se gjatë zhvillimit të provimit u evidentuan 2 nxënës që shkelën rregulloren, duke tentuar të përdornin celularin. Rastet u identifikuan menjëherë nga administratorët dhe nxënësit u përjashtuan nga provimi. Maturantët tashmë kanë edhe një provim të mbetur, atë të lëndës me zgjedhje. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.